Si t'i largoni rrullat në fytyrë vetëm përmes sodës së bukës? Shumica e grave marrin trajtime të veçanta të fytyrës për të luftuar procesin e plakjes. Këto produkte të ndryshme në treg që luftojnë pamjen e puçrave në fytyrë, pikave të errta, rrafëve të errët rreth syve dhe rrullave, por shumica e tyre janë të shtrenjta dhe humbasin efektivitetin e tyre për një kohë të shkurtër. Ky anti-inflamator i fuqishëm, antioksidues dhe një agent antimikrobik ka një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore. Receta që mund të ndiqni ofron këta përbërës: uthull molle sodë buke, 1/2 e gotës ujit, gjysma e limonit, mjalт. Pasi siguroni përbërësit, filloni me përgatitjen e kësaj recete. Merrni ujin, shtrydhni limonin dhe vendosni të gjithë përbërësit që përmendëm më herët. E lini përzierjen derisa të merrni një përzierje homogjene. Aplikoni në fytyrën tuaj dhe lini të qëndrojë brenda natës. Përsëriteni procedurën çdo mbrëmje përpara se të shkoni në gjumë për një muaj. Kështu do të keni një lehtësi më të mirë për shëndetin tuaj dhe gjithashtu do ta keni më të lehtë të mbani larg rrullat e fytyrës.